Falënderit shumë, pra sot jemi në një nga institucionet më të rëndësishme në shëndetësinë sekondare në Maqedoni, pra në 8 shtatori, ku jep shërbime shëndetësore jo vetëm për qytetarët e qytetit të Shkupit, por për të gjithë qytetarët në nivel të shtetit. Sot këtu shohim standarde të cilat për fat keq deri dje kemi parë vetëm kur kemi qenë jashtë shtetit tonë, në institucione shëndetësore ku kemi admiruar që dhe ne të kemi standarde si që sot i shohim këtu në 8 shtatori. Pra ne rekonstruksionin e objektit nuk e shohim si të tillë vetëm, do në rekonstruim të mureve, por rekonstruim të krijimit të politikave në shëndetësi. Pra kjo qasje e krijimit të politikave në shëndetësi nuk është të reagosh ad hoc atëherë kur ke probleme në shëndetësi, por të planifikosh në aspekt afatgjatë krijimin e politikave dhe krijimin e infrastrukturës në shëndetësi. E dini që një nga shtyllat kryesore në strategjinë tonë është infrastruktura, ku sot ma nga letra shohim në teren realitetin që kemi një blok operativ i cili është me standarde botërore, por nuk do të ndalemi këtu, gjithsesi paralelisht me këtë investojmë shumë edhe në intervenimin edhe trajnimet jo formale të mjekëve dhe të motrave medicinale që të bëjnë edhe protokollet edhe funksionimin e dhënies së shërbimeve shëndetësore me standard. Ju falenderoj shumë.